Atëherë shtrohet pyetja sa po kushton jeta e një punëtori në Republikën e Kosovës. Çka është shumë e rëndësishme se po duam të shtjellu deri në fund rrugtimin e një rasti penal, po flas për rast penal, lëndimi i rand apo vdekje. Hulumtimi jonë parashtron një gjetje shumë shqetësuese. Rrethonat, cilat evidentohen në aktgjykime, cilat ne i kemi analizuar, e shohin në vlerësim të skajshëm të rrethona e rënduese. Imagjinoni, në mbi 40% të raste me fatalitet, cilat i kemi analizuar ne në aktgjykime, asnjë rrethon rënduese nuk evidentohet në aktgjykime. Dhe kjo është një absurd, cilin asesi nuk arrit të jap sens logjik se si është e mundur që një rast me fatalitet të vdekjes së punëtorit me endin e punës, po supozoj që prokurori nuk e ka përmend sepse aktgjykimi nuk e evidenton asnjë rrethon rënduese. Dhe çka është pastaj shqetësuese, siç e përmenda më herët, në rastet e pranimit të fajësisë, kur kalohet pastaj drejt për drejt në fjalën përfundimtare. Krejt çka evidentohet nga diskutimi, fjala e prokurorit, është që prokurori thotë të merret parasysh pranimi i fajësisë. Do me thonë, si rrethon lehtësuese evidentohet, e nuk evidentohen rrethonat rënduese cilat kanë qenë evidente në atë rast dhe cilat mund të jenë lehtësisht të vërejshme vetëm nëse lexojmë përshkrimin faktik të ngjarjes. Dhe kjo konsideroj pastaj që po e privon rastin. Me të drejtë, ish kryetari i gjykatës, avokati i nderuar tani e përmendi që nuk është gjithçka lidhur me vjetët që shqiptohen. Mirë po, konsideroj që këtu është edhe një element. Është preventiva e përgjithshme, nëse njerëzit e shohin që për një rast me fatalitet, mesatarja është rreth 10 muaj burg efektiv, cilat në 99.9% të rasteve kthehen në dënim me gjobë, rreth 4.600 euro mesatarja, atëherë shtrohet pyetja sa po kushton jeta e një punëtori në Republikën e Kosovës. Dhe çka është pastaj shumë e rëndësishme, zakonisht të akuzuar janë personat fizik. Asnjëherë në rastet që kemi pa na, për jashtë një rast, entitetet ekonomike, ata cilët do duhet të vënë në dispozicion mjetet e tyre, sepse keni parasysh këto mjete mbrojtëse kanë kosto, dhe kjo kosto pastaj duke mos i vendosur ato mjete po na shkakton kosto njerëzore, nuk janë të përfshira si subjekte të dyshuara, të akuzuara apo të dënuara. Dhe kjo pastaj e ka si pasojë faktin që Neni 358 e përmend te paragrafi 8 pikën që gjykata mund të shqiptoj krysit kushtin që të instaloj pajisje të sigurisë brenda afatit kohor të caktuar. Do me thonë është një vepër specifike që në vetvete parashet edhe një kusht që e përmendi me drejt avokatja që inspektorati e shqipton. Mirë po mbrojtja penale në nivel krejt tjetër për mbrojtjes administrative. Edhe në këtë rast e shohim që duke mos e patur entitetin ekonomik të akuzuar në procedurë konform çështje parashej ligji për përgjegjësinë penale të persona juridik, atëherë krejt që na mbetet që kjo është e pa aplikueshme, shpeshherë në rastet me fatalitet u vrej që ai defektje apo mungesa e pajisjeve që kanë shkaktuar fatalitetin nuk janë adresuar pastaj edhe ka pas raste që prap kanë shkaktuar lëndime saktësisht situata të njëjta.